kemi të bëjmë me një frakturë mandibulare në një qen pesha 15 kg. Frakturën mandibulare neve kemi me kocka të fragmentuara dhe e kemi në të dy anët, si në anën e djathtë, ashtu edhe në anën e majtë. Montimin e kemi bërë. Krahun e djathtë të frakturës e kemi montuar me një plate të adaptuar dhe me tel ortopedik, ndërsa krahun e majtë e kemi montuar totalisht vetëm me tel ortopedik. Telin ortopedik neve e kemi kaluar gjithmonë në margo interalveolaris, çka do të thotë në mes të ndarjes së dy dhëmballëve. Jemi në ditën e 40 të heqjes së televe dhe plakës. Ndoflla ka kapur shumë mirë. Për prushmërinë kemi shumë mirë. Nuk kemi as lëvizje, as gjë. Çdo gjë okay.